Ftoj që të hapim Biblën së bashku tek Efesianët, kapitulli 6. Jemi te kapitulli 6 të Efesianëve së bashku, jemi afër fundit. Edhe sot do të ndalemi tek 9 vargjet e para. Sepse duke filluar që nga vargu 10 në vazhdim, pastaj pali trajton diçka tjetër, ndërkohë që këtu trajton se si të sillemi me fëmijët, e se si të sillen fëmijët me prindrit, e se si të trajtosh ata që kene në punë, ose nëse ti je i punësuar. Efesianët pra 6, vargjet 1 deri në 9. Fëmijë, binduni prindërve tuaj në Zotin, sepse kjo është e drejtë. Ndero atin tënd dhe nënën tënde, ky është urdhërimi i parë me premtim. Që ti t'jesh mirë dhe të jetosh gjatë midhe. Dhe ju etër, mos provokoni për zëmërinë fëmijët tuaj, por rrinisni në disiplinë dhe në këshill të Zotit. Ju shërbëtorë, binduni zotërinjve tuaj sipas mishit me frikë dhe dridhje, në thjeshtësinë e zemrës tuaj, por si Krishtit, duke mos shërbyer përpara syve si ata që duan të pëlqejnë njerëzve, por si shërbëtorë të Krishtit, duke bërë vullnetin e Perëndisë me shpirt, duke shërbyer me të dashamirësisë Zotit dhe jo njerëz, duke ditur se çdo të mirë që të bëj gjithsecili, atë dhe do të marrë nga Zoti, qoftë shërbëtor, qoftë i lirë. Dhe ju zotërinj, bëni po kështu ndaj tyre duke i lënë kërcënimet, duke ditur se dhe ju vetë keni një Zot në qersh, dhe tek ai nuk ka asnjë anësi. Është pikërisht kjo kohë ku të gjithë njerëzit, siç e përmenda pak më përpara, kanë fokusuar ose kanë kthyer fokusin e tyre tek një herë më shumë tek Perëndia, për faktin ose për çfarë Zoti bëri sakrificë. Jezusi u ringjall. Dhe këtë janë të gjithë njerëzit që po festojnë. Disa gëzojnë dhe festojnë, ose gëzojnë dhe kënaqen se kanë festë dhe do hanë gjëra të mira. Disa gëzojnë dhe kënaqen për faktin që Jezusi u ringjall dhe unë jam i shpëtuar. Është diçka e bukur që gjithë njerëzit pra në këto momente janë kthyer te kjo ngjarje, le të themi, te kjo ngjarje kaq e madhe, tek ringjallja, te ky fakt që Jezusi u ringjall. Por a nuk do të ishte akoma më bukur, akoma më mirë që ne të kujtojmë faktin që Jezusi u ringjall çdo ditë të jetës sot, ose çdo ditë të parë të javës, ku ne ndihemi së bashku dhe gëzojmë dhe festojmë për këtë. Shpeshherë njerëzit e konsiderojnë festën diçka ku ka për ngrënë dhe ka për të pirë, sesa faktin që çfarë është bërë, ose cili është qëllimi i festës. I thash të gjitha këto duke kujtuar faktin që Jezusi u ringjall, neve kujtojmë edhe faktin se çfarë Perëndia na mëson, se si neve të sillemi me njëri tjetrin. Neve herën e kaluar u ndalëm tek kapitulli 5, vargje duke filluar nga vargu 22 dhe në fund se si marrëdhënia burrë dhe grua, se si ta trajtojnë njëri tjetrin, e se si të sillen. Ndërsa sot kemi fëmijët se si duhet sillen ndaj prindërve të tyre, edhe prindrit se si duhet i trajtojnë fëmijët e tyre. Kjo është një krahasi shumë e madhe, ku kemi Perëndin Zotin tonë, jo vetëm që na ka shlyerë mëkatet, pra ka dhënë gjakun në kryq, edhe është ringjallur, ne kemi privilegjin të dëgjojmë mësime nga Perëndia se si ne duhet të sillemi me njëri tjetrin, marrëdhënie me njëri tjetrin. Duke filluar vargjet 1 deri në 3, Perëndia na thret vëmendje fëmijëve. Të gjithë neve jemi fëmijë
të dikujt. Binduni prindërve tuaj në Zotin, sepse kjo është e drejtë. Për fakti që kur pali këtu e përkufizon bindje, diçka të drejtë sepse vjen nga Perëndia. Pra kur i bindesh të mirës, e mira është i bindesh Perëndis. Duke i bindur Perëndis, ti po trajton me respekt prindërit e tu. Të nderosh atin tënd, të nderosh nënën tënde. Ky është urdhërim me Perëndin. Të gjithë secili prej nesh kanë dëshirë, kanë kënaqësi të madhe që kur ka respekt, le të themi, kur janë në një moshë madhore, të nderojnë atin e vet, të nderojnë nënën e vet. Imagjinoni kur të ishit në një sallë shumë të madhe me njerëz, edhe ai që do të fliste do të ishte babai jut. Edhe në këto momente ti a nuk do të ndihesh e krenar, a nuk do të shkëlqente fytyra, se po, nuk ka nevojë për përgjigje. Por si do të ndihesit që se baban tuaj, ndërsa po fliste gjëra me vend, gjëra të drejta, këshilla të drejta, edhe që ja vlen ti dëgjosh sepse ja vlen ti kesh ato për jetën tënde, nuk do ta respekton. A do ndiheshit keq? Po. Perëndia është ati yt, me qenë. Perëndia është ati yt. Dhe ai na ka thirrur ne si bijtë e tij nëpërmjet gjakut të Krishtit. Edhe nëse neve nuk do t'i bindeshim Perëndis, çfarë do të bënte për Krishtin? Çfarë do të thoshte kjo për Krisht? Krishti, Jezusi në asnjë moment ai u revoltua, por jo që të hakmerre. Edhe në momentin që arrestuan, nëse e kujtohet, Pietri mëzori shpatën dhe preu veshin e pikujt dhe Jezusi tha vlla. Çfarë do të thotë kjo për Jezusin kur neve nuk i bindemi atit? Do të thotë gjak. Do të thotë gjak sepse Jezusi u kryqëzua në kryq, edhe Jezusi po der gjakun që ati të na fali, që ati përsërit na marri në mesin e tij, në prezencën e tij, edhe të na quaj bijtë, edhe ne të jemi të pastër, jemi të shenjtë. Shiko se sa e madhe, edhe se sa komplekse është kur pali po na thret vëmendjen fëmijëve që t'i binden atit. Nuk është vetëm për baban ton fizik që kemi lindur tek ajo familje edhe ata kujdesen për ne, por unë besoj që është një ilustrim shumë i mirë edhe për atin që vë, pra se si ne duhet i bindemi. Pra imagjino, për një moment, unë e kuptoj që pali po flet këtu për marrëdhënien prindër fëmijë, po për një moment le të mendojmë, fëmijë, ne jemi fëmijë të Perëndis, binduni atit tuaj qellor, sepse ai ka derdhur gjakun për ju. Dhe ju ringjall që ju mos ta shijoni tekë shpirtëror. Ndero atin tënd dhe nënën tënde, ky është një urdhërim i parë me premtim. Kush është premtimi kur neve i bindemi atit? A jemi ne të shpëtuar? A jemi ne në prezencën e të madhit të Perëndi? Jemi ne në prezencën e mbretit ton? A ka nder më të madh se sa kaq? Imagjinoni. Tani kemi fushat elektorale. Që njerëzit në këto momente po shikojnë edhe po takojnë politikanët, drejtuesit tanë më shumë se sa çdo herë tjetër. Edhe çfarë lloj kënaqësie ndjejnë në ato momente. Por me Jezusin ne jemi në prezencën e Perëndis në mënyrë të vazhdueshme. Nuk ka nevojë për fushat elektorale, se në Perëndia vit në takojnë. Nuk ka nevojë që ta kujtojmë një herë në vit Perëndin, por fakt ka nevojë që neve ta kujtojmë çdo ditë Perëndin. Dini pse? Sepse neve kemi nevojë, Perëndia nuk ka nevojë. Por ne kemi nevojë që t'i kujtojmë vetes tonë që neve vlejmë më shumë se sa një moment të vështirë ku jemi. Se sa të themi që jeta jo nuk po shkon siç duhet, nuk ka më vlerë jeta jo. Por ka vlerë fakti që Perëndia ka dhënë jetën e tij për ne. Dhe ju etër mos provokoni
për zëmërin fëmijët tuaj, për i rrisni në disiplinë dhe në këshill të Zotit. Zoti e bën shumë mirë detyrën e vet, le të themi prindërore, si ti këshilloj fëmijët e vet që të qëndrojnë në Zotin, që të qëndrojnë në Perëndin, ai ka bërë të sakrificën. Edhe një atë, edhe një baba, të njëjtën gjë të bën. Pra, të gjithë neve që i njohim njëri tjetrin, ka shumë baballarët tanë do të bënin, do të jepnin jetën për ne, apo jo. Por këtu jemi në një moment kur baballarëve të rritet vëmendja, mos i provokoni gratë të putë. Mos i zëmloni, mos i bëni kërkesa që janë për te moshës së tyre. Unë në do momente ndodhet përballë një sfide që jam baba, edhe pritshmëritë e mia si prind janë shumë të mëdhaja, edhe unë kërkoj që Joeli Argisi t'jenë më shumë se sa mosha aty. Por ajo do kohën e vet. Edhe këtu është momenti që mua më detyron Perëndia që të tërhiqem, mos i provokoj fëmijën, t'i zëmroj dhe t'i kërkoj diçka më shtup, edhe mos t'i lejoj që të shijojnë moshën e tyre. Pra Perëndia kërkon për aq kohë sa fëmia kupton, pra, për aq kohë sa dikush aq kupton, aq mund edhe t'i japsh, aq mund edhe t'i kërkon. Perëndia në momente të ndryshme besimtarin e konsideron bebe, fëmijë të rritur, të maturuar. Pra, kur je bebe fëmijë, ai të ushqen me qumësht, me fjalën e thjeshtë, se si ti të forcohesh të rritesh në besim, edhe pastaj rritet drejt kërkesë llogarie. Edhe këtu kërkesë llogaria nuk është për të marrë lot kaluese, por këtu është kërkesë llogarie për të qëndruar gjithmonë në besim, për të qëndruar gjithmonë për Perëndin. Vargje 5 deri në 9 na thrasin vëmendjen të gjithëve ata njerëz që janë në punë, edhe Perëndia na thot që gjithmonë ta bëjmë punën për nder të Perëndisë. Edhe në fakt këtu po shkelimi çik në kallëm. Sepse njerëzit shpesh herë ku janë aty ku punojnë, asnjëherë nuk janë të kënaqur me pagën që marrin. Asnjëherë nuk janë të kënaqur me kërkesë llogarinë, asnjëherë nuk janë të kënaqur me punën që bëjnë, sepse e dinë që paga është shumë e limituar. Perëndia përsëri na kujton, unë nuk di si ta them ndryshe, por përsëri Perëndia na kujton që pagën më të mirë neve e kemi marrë. E kemi marrë me Jezusin, që të jemi në prezencën e Perëndisë. Edhe nëse neve do të gëzojmë edhe do të kënaqemi me faktin që Perëndia është me ne, edhe këto gjëra të jetës tonë janë kalimtare, atëherë do të ishte shumë herë më e madhe ajo kënaqësia dhe paga që neve kemi marrë nga Perëndia. Nuk e di, keni dëgjuar shprehjen që thotë njerëzit, jeta është e shkurtër, shijojeni. Por shpesh herë neve harrojmë që përjetësia është shumë e gjatë dhe ne duhet përgatitemi për këtë. Ti edhe unë së bashku nuk mund të përgatitesh vetë të qenit i mirë, i drejtë përpara Perëndisë. Por ke nevojë për Krishtin, ke nevojë për gjakun e tij, që është derdhur në krye që të pastrojë dhe të shëjtërojë. Ndaj Perëndia na thret vëmendjen, punën kur e bëjmë ta bëjmë me këtë lloj respekti. U jap të drejtë gjithë atyre që janë në punë kur kanë atë, le të themi, kanë atë dëshirën për kryen ngritje, për një pagë më të mirë. Kanë atë dëshirën të ngrenë zarin, i thonë atyre punëdhënësve të tyre që pusha sa na ngritën nerve. Përsëri Perëndia e thret vëmendjen tek vargjet e vargu 9 dhe thotë, dhe ju zotërinj bani po kështu ndaj tyre, duke lënë kërcënime, duke ditur se edhe ju vetë keni një Zot në qiell dhe tek ai nuk ka asnjë anësi. Nëse ti je një zotëri, dikush
që ka të punësuar, edhe mund të mendosh për një moment që ti je perëndia i këtyre, je zoti i këtyre. Ali po thot mos harro thot se ka edhe një zot më qe. Edhe tek ai neve do t'japim llogari. Ka shumë gjëra që ne mund të studiojmë bashk tek efesianët edhe pikërisht tek këto vargje. Por besoj një lloj shije neve e kemi marrë për të kuptuar se sa e madhe është dashuria e Perëndisë për ne. Jo vetëm që ai kujdeset për sakrificën që ne na shpëtojnë dhe do të na quaj bijtë të Perëndisë, por ai kujdeset për ne duke na këshilluar që ne të sillen me njëri tjetrin dhe si ta trajtojmë njëri tjetrin.